Želim da izjavim da se ne osjećam krivim za delo koje mi se stavlja na teret. A një vetëm fajtor për këto vepra penale për cilat akuzohesh? Ne. Jo. Duke shkaktuar një shpërthim të fuqishëm, se si pasojë është dëmtuar rënd struktura e betonit e kanalit të NH Ibër Lepenci. Në mbrëmjen e 29 nëntorit të vitit 2024, një mjet shpërthyes shpërthau në kanalin e Ibër Lepencit në komunën e Zubin Potokut në veri të Kosovës. Tashmë, Prokuria Speciale e Republikës së Kosovës ka ngritur akt akuzë, ndërsa sot në gjykatën themelore të Prishtinës në Departamentin Special është mbajtur seanca e shqyrtimit fillestar, ku 3 të akuzuarit në këtë rast nuk kanë pranuar fajësinë. Prokuria Speciale ka ngritur akt akuzë kundër të pandehurve Jovan Vicentijević, Dragisha Vicentijević dhe Igor Dimić, të pandehurit Jovan dhe Dragisha Vicentijević me datë 29/11/2024 rreth orës 18:50 në fshatin Varag, komuna e Zubin Potokut, në pjesën e kanalit të ndërmarrjes hidroteknike Ibër Lepenci, të pandehurit së bashku me disa persona tjerë ende të panjohur, pas një marrëveshje paraprake me qëllim të friksimit serioz të popullsisë së vendit dhe rrezikimit të rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës, e kanë vendosur një sasi të konsiderueshme të eksplozivit që shërben për përdorim ushtarak, rreth 20 kg të llojit tritolen, në brendësi të kanalit, përmes një çante të cilën e kishin lidhur me litar në një shtyllë betoni, duke e pozicionuar në atë mënyrë që të shkaktoj dëmtim serioz të infrastrukturës kritike, furnizimit me ujë dhe me energji elektrike, ku me atë rast të pandehurit, përmes ndezjes së një fitili zjarrës përcjellës me ndezje të ngadalshme, e kanë aktivizuar lëndën shpërthyese, duke shkaktuar një shpërthim të fuqishëm, se si pasojë është dëmtuar rënd struktura e betonit e kanalit të NH Ibër Lepenci, shoqëria aksionare, është ndërprerë furnizimi me ujë të pishëm për qytetarët e disa komunave veriore dhe qendrore të Kosovës, është penguar furnizimi me ujë për Kekun, si dhe kanë rrezikuar dhe prodhimin e energjisë elektrike në nivel vendi, çka me këto veprime të pandehurit kanë shkaktuar një rrezik serioz për jetën dhe sigurinë e popullsisë dhe dëmtimin e infrastrukturës kritike të shtetit, ku në këtë rast të dëmtuarës NH Ibër Lepenci janë shkaktuar dëm material në vlerë prej 376.774 euro e 70 cent. Me këtë të pandehurit në bashkëlyerje e kanë kryer veprën penale rrezikimi i rendit kushtetues me shkatrimin apo dëmtimin e instalimeve dhe pajisjeve publike, lidhur me veprën penale kryerja e veprës terroriste. E kuptova këtë akuzën e Prokurisë Speciale të Republikës së Kosovës? Daljesë. Po. Veprat penale për cilat akuzohesh, ai kuptova? Daljesë. Po. Atëherë, a një vetëm fajtor për këto vepra penale për cilat akuzohesh? Ne. Jo. Por asnjëherë? Zënjerë, kërishëm të. Ne. Jo. Një ka pyetur edhe për ju, i akuzuar Dragisha Vicentijević. A ndi vetëm fajtor për këto vepra penale për cilat akuzohesh? Ne. Jo. Por asnjëherë? Zënjerë, kërishëm të. Jo. I akuzuar Igor? Optužnikor. A ke kuptuar këtë akuzën? Yes. Ju akuzoni vetëm për një vepër penale. A ki nevojë për të lësharë shtesë? Da vam potrebno dodatno pojašnjenje? Nije. Jo. A ndi vetëm fajtor? Želim da izjavim da se ne osjećam krivim za delo koje mi se stavlja na teret. Dëshiroj të deklaroj se nuk ndihem fajtor për veprën penale e cila më vihet me barë.